Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka mbyllur hetimet për dosjen Plumbi Art 1 dhe ka dërguar për gjykim 11 anëtarët e grupit të strukturuar kriminal. Përkatësisht, SPAK ka kërkuar gjykim për Sul Çelën, Talo Çelën, Elio Bitrin, Festim Qolin, Agron Alia Skamber Mehjan, Abedin Mamën, Alex Çelën, Florence Çapjan, Ervis Martinajn, Alket Xhixhën dhe Elvin Merlikën. SPAK në njoftimin zyrtar raporton se Sul Çela, alias Marius Lulaj, akuzohet për vrasje me mendime mbetur në tentativë ndaj biznesmenit Lulzim Masha dhe veprën penale të mbajtjes pa leje dhe përdorimit të armëve shpërthyese dhe municionit, si dhe atë të sigurimit të mjeteve dhe kushteve për të vrarë Kastriot alias Elton Kilën. Talo Çela akuzohet për vrasje me paramendim të Fatmira Dedajt, vrasje e mbetur në tentativë të Arben Islam Çetës, vrasjen e Andi Zylyfit dhe plagosjen e Arditur Ruçit. Çela akuzohet edhe për 6 raste vjedhje me armë me dhunë gjatë harkut kohor 2011-2017. Elio Bitri akuzohet për shkatërimin e pronës me eksploziv ndaj Mustafa Subashit, ngjarje ndodhur më datë 29 janar 2020, vrasjen e Dorian Shkozës dhe Angelo Avdias, dhunën ndaj Blerta Bengasit, dhe sigurimin e kushteve dhe mjeteve materiale për të kryer vrasjen e Sokol Sanxhaktarit. Festim Qoli akuzohet për vrasje me paramendim të Fatmira Dedajt, vrasjen e Elvis Dedajt, shkatërimin me eksploziv të pronës së Mustafa Subashit, si dhe dhunën e ushtruar ndaj Blerta Bengasit. Florence Çapja akuzohet për sigurim të kushteve dhe mjeteve materiale për të kryer vrasjen e Sokol Sanxhaktarit në Elbasan, ndërsa Ervis Martinaj akuzohet për sigurim të kushteve dhe mjeteve materiale për të kryer vrasjen e Indri Dokles në muajt prill-maj të vitit 2022 në Tiranë. Martinaj rezultoni zhdukur pa gjurmë prej 3 vitesh që në gusht të vitit 2022.